Leonida, të përshëndes, si është ndryshuar masa e sigurisë ish drejtorit të burgut të Durrësit, i cili u arrestua në janar të këtij viti pas arratisjes spektakolare të paraburgosurit Altin Doci, me çfarë argumentash është lënë i lirë? Përshëndetje, Kasandra, në fakt ai kishte bërë një kërkesë në gjykatën e Durrësit për ndryshim të masës së sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje, një kërkesë e cila u pranua pjesërisht nga ana e gjykatës së Durrësit dhe konkretisht gjyqtarit Xhevdet Lika, i cili pranoi pjesërisht, le të them në një farë mënyrë, kërkesën e Indrit Cërlojt, duke vendosur si masë sigurie atë të arrestit të shtëpisë. Prokurori Edmond Koloshi nuk ka pranuar që masa e tij e sigurisë të zbutej, por sipas gjyqtarit Xhevdet Lika, ish drejtori i burgut të Durrësit Indrit Cërloj nuk përbën rrezik për t'u larguar nga vendi apo për të prishur provat dhe për këtë arsye ka vendosur që ta ndryshojë pjesërisht masën e sigurisë në ngarkim të tij nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ndërkohë që kujtojmë që me datën 13 janar u largua ose u arratis nga spitali i Durrësit i burgosuri Altin Doci dhe për këtë arsye policia më pas arrestoi 9 persona, mes tyre Desdemond Pazaj, Salih Ferrollari, Fation Baçi, Aulon Çuku, Violeta Ukën, Aranit Çelën, Prenk Barbatan dhe Dorian Saraçin. Tre prej tyre që ishin edhe të skuadrës shoqërimi Desdemond Pazaj, Salih Ferrollari dhe Fation Baçi, gjykata e Durrësit të vendosi si masë shtrënguese asaj kohe arrestin në burg, ndërsa për Aulon Çukun dhe Violeta Ukën arrest të shtëpie, ndërkohë që mas më të lehtë të sigurie pati për tre personat e tjerë, Aranit Çelën, Prenk Barbatan dhe Dorian Saraçin, për të cilët asaj kohe gjykata e Durrësit vendosi si masë sigurie atë të detyrimit të paraqitjes. Mirë, Leonida, unë falenderoj për këto detaje që ndave në këtë raportim të drejtë për drejtë.